Jeta I ngjan rrjedhës së lumit të pakthim. Sasia e ujit është tërësia e kujtimeve që përmbyllin episodin e vet në detin e gjerë të thellë. Por misioni ynë është të vazhdojmë t'i sjellim ndërmend njerëzit që kanë lënë gjurmë të pashlyera në shoqëri. Një prej këtyre ishte Sami Elezi, një karakter tepër I rrallë në ndërtimet e ngrohta të raporteve e të komunikimit me çdo njeri nga cilado shtresë që të vinte ai. Samiu shumë herët filloi t'i bie fisharmonikës. Ai I dha muzikës një frymë të re në dasmat tona në përkohënaqe. Ishte talent dhe vizionar për të ardhmen e këtij lloji të artit. U mbrojt me kulturë të jashtëzakonshme muzikore, posaçërisht kur ditët rinore I kalonte në Prishtinë si student I fakultetit juridik, sepse po në këtë periudhë ai do të bëhet anëtar I shoqërisë kulturore artistike të Bajramcurit Prishtinë dhe do të zë vend në orkestër duke luajtur me shumë disiplinë në instrumentin e fisharmonikës së preferuar. Këtu Samiu mirëfilli njohu pasurinë e folklorit kombëtar shqiptar në përgjithësi. Ngjeu shpirtërisht vlerat e çmuara të këtij thesari dhe pa se po në këtë rang të shkëlqimesh të krijimtarisë së popullit janë edhe lirikat tona kërçovare. Me shumë përkushtim punoi me vëllezërit Dervishi, me vëllezërit Lutfiu, me Bexhet Jagodinin dhe grupin e tij Fonia, madje me këtë të fundit qëndroi gjersa e shkëputi sëmundja tinëzare, sëmundje kjo enigmë edhe për mjekësinë. Në veprimtarinë e vet, Samiu ruajti karakterin e këngës së pastër shqipe, frymën e saj autentike popullore, duke u rryer elementin e huaj degenerues që si trup virusal ngulfatte, infektonte, e zhbante, e çorientonte dhe deformonte atë që mirëfilli tingëllonte me ëmbëlsinë melodike të nektarit shqiptar. Këtë fenomen shoku ynë e luftoi gjel në fund. Kur të pash për të parën herë, zemrën se që ma more. Kur të pash për të parën herë, zemrën se që ma more. Unë bari ti baresh, do që ti si më pjeshke më pjesh. Pjeshke I kodër, të gëzuar të në melodër. Unë bari ti baresh, do që ti si më pjeshke më pjesh. Pjeshke I kodër, të gëzuar të në
Në fushën e veprimtarisë Samiu dëshironte të lëjë gjurmët e veta për t'i treguar çdo muzicienti të ri kah duhet lëvizur dhe domosdoshmërisht të ruajë pastërtinë e këngës dhe folklorit ton përgjithsisht. Në këtë drejtim, ai këmbguli në dy gjëra. E para, këndoi këngë të kompozuara nga Naim Gjoshi, krye këput nga burimi i pastër i këngës shqipe. Fjallë dashurie, palmit i syt dhe dy gjerpi. Unë jam i oti, ti e imja, nuk kam më bukur se lumturia. Oh, e miro, e miro, vazhdo. E dyta ruajti identitetin e vetë si kërçëvar duke kënduar një lirikë të mirëfillt të kësaj ane. Për shumë kë, kjo lirikë është nga krijimet më të bukura të Samiut, qoftë tekstualisht, qoftë muzikalisht, qoftë në formë të interpretimit. Ai gjithashtu shqua për orkestrimin e papërsëritshëm të këngës së vëllezërve Dervishi, që edhe sot shërben si një leitmotiv e uverturë në dasma e ahengje. Këto perla margaritarësh gjithnjë më shumë i fuqizonin edhe vëllezërit Lutfiu, edhe Bexhet Jagudini, Lindita Porellku, Lumturia Xhami Sejdini, Hatixhe Dikena, Hasan Limani e shumë të tjerë.
Nisej krusho, hej, nisej krusho, nisej tufa, tufa. Nisej krusho, hej, nisej krusho, nisej tufa, tufa. Ke po shkojne, hej, ke po shkojne, nuk po I merë kjo rrugë. Ke po shkojne, hej, ke po shkojne, nuk po I merë kjo rrugë. Marin nusen, hej, marin nusen, bukur si burbuqe. Marin nusen, hej, marin nusen, bukur si burbuqe. Është e mera, hej, është e mera, losja për mera. Fal produksionit Beni të të ndjerit Sami Mehmeti, ndërsa sot në përkujdesje të Arben Mehmetit, këngët kërçëvare morën dhenë, u bën të njohura e të lezetshme kudo në truallsinë shqiptare. Prandaj Sami Elezi ngulte këmbë në ruajtjen e plot të këtij elementi, të kësaj imagjinate të njeriu ton të rëndont. Prandaj e flakte në mënyrën më të rreptë çdo formë orientale, që si ndonjë djall përpiqej të përbirohej në çiltërsitë e melosit ton. Prandaj I këshillonte këngëtarët frymëzimin gjithmonë ta kërkojnë të burimi, te ama jon uskanase, që ka karakteristika e ngjyrime shumë të veçanta. Një kontribut të madh Samiu dha edhe në orkestrimin e këngëve për fëmijë. Pothuajse të gjitha këngët e festivalit të parë mbarkombëtar për fëmijë Pëllumbat e Artë, të mbajtur në Kërçov, I orkestroi Samiu dhe po të njëjtat u kënduan në studion e tij. Po bares pas këngës si me ndjej lumturi, e pas me e flutrat n'valle o sa bukuri. E bilbili ma jep mua të mblën melodi mrekulli. Tha djerës lëmon lullet edhe po I zgjon, e aromën e gëzimit kudo po e shtron. Ta ndusha pishgërshër o kaltër si shpejton na vështron. Bashk me ne, flutra e lule plot, është mbushur gjitha sot për jetë e mor.